E ke po si përsërit, pra vazhdoj e muhabetin tënë. Edhe Nuri mo dashti me në gjy pak e në tim tëndën. Unë e mora ofendime, po unë kom pos tendencë me ofendu familjen e këti. Thash, ti personalisht e ja ke këtu i shpinën. Shte që nëse u prek familja këti, unë publikisht i kërkoj falje familjes Yllit, po jo dhe Yllit. Castro. Ama vetëm të falje. Qëtë sanë që sërvehet brenda kësaj shpije, është ka të shpëndore fatkeqësisht. Gani të dëgjova, Castro? Luan, unë jam shumë i lumtur që ende bota funksionon mbi bazën e disa rregullave apo institucioneve, që ti nëse të teket apo dëshiron dhe ke pasion të bëhesh aktor, skenarist apo regjisor, ti duhet shkosh në shkollat përkatëse. Në rasti konkret, Ylli është një aktor shumë i dobët, edhe në momentin që ka parë dhe ka studiuar lojën në këto 2 jave e diçka, mendoj që në pikat e tij të forta i ka vënë në pa, dhe mendoj që ka parë edhe gjithë atë hendekun e madh me pikat e tij të dobta, dhe mund ta krahasoj lehtësisht me një varianta Albës, por burr, por mashkull. Në të njëjtën kohë, nuk duhet në asnjë sekond na zuri goja lesh në shprehjen popullore gjithë këto mbrëmje, që në asnjë sekond nuk duhet të legjitimojmë. Gania thotë që unë nuk e kam nuk e kam bërë. Në fjalimin e tij 1 minutë gjys tha 3-4 ofendime rresht. Pushoti xhaje. Çfarë do të thotë Gania xhaje? Çfarë do të thotë xhaje? Billafi. Që do të thotë një njerëz që ka falsos edhe nuk është i aftë të bëjë diçka. Gani the nuk ka mbet mbrana fermës, nuk ka mbet me negociuese. E ka me ty dhe ka me të gjithë ju që në një mënyrë të vazhdueshme jeni seksist, jeni ku e diun të gjithë terminologjinë që ka një fjalor mbi ato shkelje, mbi ato normat e një individi me individin, i keni bërë ju aty brenda. Dhe kemi gjithë këto kohë që ju avëm në dukje. Unë nuk e di se sa seriozisht e keni marrë ju qëndrimin aty, por në radhë të parë, në një lloj forme, sa po zbaviteni ju, edhe keni një peshë, një përgjegjësi, por në gjithë kohë dhe një lloj formë vuajtje aty. Si nuk ju vjen keq për veten tuaj, që shpikni dhe luani me ca skenar jo të dobët, jo demode, por as nuk ju shkon, as për fytyra, as për stad, as për gjitha të gjënë që jeni futur aty. Vlerësoni faktin që jeni me shumë fat që jeni aty, ku qindra dhe mira të tjerë, VIP do donin të ishin vendin tuaj. Nxirni atë që është më e mira, sepse keni një gjë shumë të mirë për brenda. Okej, kemi ndonjë replik me Castron, ndonjë komunikim me të? Nëse jo? Jo. Okej, Zhak, kemi ndonjë koment lidhje me këtë situatë? Jo, mendoj thjesht që Ylli nuk di ku të kapet, mendoj që edhe kjo debati midis Puthjes e Linarës edhe Andreas është i tepërt, mendoj që s'ka ndodhur absolutisht asgjë për të bërë o bubu. Më duket një loj shumë fëminore, vetëmja pikpyetje që kam është pse Albano nuk zgjodhi Yllin për t'i dhënë një baby kiss për Elinarën. Prita që po vjen me ma jep Delja e Zezë. Bravo! Prita që ti po vjen me ma Bravo Ylli, kjo ishte përgjigja e dur. Faleminderit. Jo, faleminderit. Gjithsesi Ylli, unë do të sugjeroja që ti të shfaqe diçka më shumë nga vetja jote, do doja që ti të shpëtoje nga ato kthetrat, nga komentet mbi seksualitetin tënd. S'ka problem, unë jam ky edhe unë e di që ti nuk e ke problem dhe e vlerësoj shumë të gjë, sepse ajo vazhdimisht ti i sugjeroja të më puthi mua. Rruga e du. Albano! Një puthje inocente. E kuptoj me inocente. Duan, më vjen shumë inat që këta ende e marrin me shumë sportivitet gjithë në këtë gjën. Edhe tani jam më serioz se kur. Mbi të gjitha ato gjëra që para fola. Pa diskutim që është qimja tra në rastin konkret me Selinarës edhe Andreas, do më dhe një gjëja më idioteske në botë që ti mund të qosh në këto nivele. E shkej që e ka përdorur për arsye loje? Pa diskutim që po. Pra asa i vetë nuk e beson në këtë koncept? Absolutisht jo. A i është një brezësh generata zë, sa lojra bënë e jashtë pistë kësaj natyre. Janë krijuara vetiu për të rreqë vëmendje, nuk e di domethënë. Jo, unë mendoj se ka problemin që nuk e kupton, sinqerisht, edhe vetë Duar Zjarë që ai nuk e kupton fare se do të thot baby kiss. Po e diti unë dalë sonte. S'ka rëndësi kjo. Po e diti. Ta shojmë nashta baby kissin e dy të merë krypen. Po nuk ka rëndësi kjo, është një sajes... Kështu që nashta baby kissin e dy të merë krypen. Për të krypen. krijuar vëmendje, është e tepërt, është një vëmendje që kërkon me zor. Mirë. Okej. Albano, çfarë do bësh tani ti? Një gjë tjetër që të shqetëson vërtet është
përdorja e terminologjisë nga Andrea, baby kiss dhe puthje franceze. Shiko, franceze ka emrin se dhe grekët njësoj të puthin, dhe egjiptianët. Po u hap goja, po francezi ka ngeli emri. Po, mos u fikso që franceze, se duke s'u kam patentën francezët edhe do t'ju paguajmë lek, po u puthëm. Okej, po ju Ne le ke bërë si ashtu... penges një jetë. Po ju le ashtu me të qeshura. Se do rikthejmë sërish tek ju. Kthehemi pak në studio. Çfarë mbrëmje sonte, të shohë më serioz se kur Castro dhe në fakt ndonjëherë na detyrojnë të bëhemi të tillë. Zhaku, ti e ke problem seriozitetin, më duket. Sidomos kur jam e veshur me zinxhir. Po pëlqen energjia. Mirë, ndërkohë, ankohen tërkohës që kanë pak buxhet dhe Agai vendos që ti vendos në një sfidë. 4 fermer për t'i dhuruar më shumë buxhet. Humbasin sfidën, bëhen 4 fakir në të vërtet. Se çfarë ndodh atje? Do e shohim dhe do diskutojmë gjatë me njëri tjetrin. Bëhet pikërisht fjalë për Big Bastën, për Anduelin, për Yllin dhe për Andrean sërish. Kanë qenë ditë të zjarta këta ndërmjet çunave, edhe pse me thënë të vërtetën Castro, çfarë nuk kuptoi unë, si mund mbyllen 4 djem, 4 burra në një shtëpi dhe më gjithë bën shok, si që kanë çunat zakon, hajde i fuzim muhabet, harrojeni këtë lojë fare. Kanë bërë krejt të kundërtën, llafe tërkohës. Duket që nuk kanë provuar burgun asnjëri nga ata. Se do të socializonin më kollaj. Ti dhe me pak me arenën sërish.